Nderuar fillimisht në ngushëllimet sinqerta nga ana jonë, a mund të na tregosh çka deri në këto momente për çështjen e vrasjes? Në momentin që më kom fort që aty në ngjarje, ju marrë masanajna. Ku ju marrë dhe zhlovin në kom po shtrit. Se për djarin se kom ditën, se kom në qatë gjendje. Ku më shu të dira, kom po gjakrit, të dira jem. Edhe më ka u vitia. Atë më kanë qu në spitalet dhe mu. Më kanë japë qësi, si më hu kontrolën. Edhe që aty ka orë përleshja, s'po dita shqysh. A dihet çka e ka shtyr, ose çka ka shtyr deri tek përleshja, me qenë se kur biseduam në telefon, na the që... Për faj që të rëkuj, e hongri djali jem. Jënë për lartë mija pak, po na i lamë, mes me bo, din zhurëm, a i dhovi madhe, kalon, mes me bo zhurëm atë madhe, po ata prapë si prapë i nërë të dira. E kanë selmu djalin, se unë që më konat ju më kom të dhovi kënejna. A i karë me këmes, me grune vetë, se dhe gruja vetë i kara. Gruja që ti personi, djali vetë i kara. Kuj nga dalë në veç vlovi, djalin se kom përmënu së është në të gjendje heq, veç të vlovi më konë, së vlovi konë i shtrinë. Edhe mo, nuk diti që më kam thënë kush jo, djalin, më të shka djalin, tha kinë spital. Po që shërë kënë momentit e dira, Allah, fjallë kanë bua atje, pak ma lërgë, e të dira gjoki. E qaqë. Se me dhe i tërlu shumë pak, e din, së mujnë me folë. Po të kuptoj për situatën, po a din pse ka ndodhë kjo fjallosje mandej? Unë të thmijë, Allah, për thmijë ta kanë i. Aj për thmijën e vetë, sa jo problem, që e djalli, u konë problem. Që e personi, që e lirë sofra, problem u konë. Në mahallaj në konë në zërpit i na. Po na familje shumë, s'kena doshtë në bo fjellë. A për dini në rujt për t'i lashve. Po herë në momenti që tu, s'kem shka ikim pja ti nëllët. Ka pas shkrone. Kur biseduam telefon, më thejt që ka ndodhur shkaki bindjeve partijake. Jo, nuk është ato, se kum ga buqë aty. Nuk është, se ti shkom për ato kisha folën tu në medë aty ju. Po, është të vërtet shumë se me herët. Nuk është të vërtet, jo, se unë gabim kretë. Apo kupton? Se ti shkone kisha qitë edhe ato që tu. Ose për vota, ose për këta. Po jo, nuk u kom për vota. Puna thmive jenë zyre jenë bo. Ate ishin konë përgatit edhe në momentit e që aty. Unë se kom ditë që o djallë janë në spital. A kanë qenë miq me herët këta dy personë, djallit në këtë rast me... Du më thonë, s'kam pas konflikta. Ma herët po. Për kote e fundit s'kam pas konflikta. Për çka kanë pas me herët konflikt? Kanë pas puna qështu të lashë dhe thmive dhe se ata probleme i kanë thmin. Sa i djalli nuk o problem. E rrinë më thikja djalli vetë, të në herët. Dhe që ajo kanë problemi. Pra nuk e dini arsyen sakt? Nuk e di arsyen sakt, nuk e di. A mund përlesha kotet e thmija. Edhe këta kanë dalë, i ndalë dur kryq. A i shkonë me meset, përgatit në djalli vetë më thikë. Kanë arë të kështëpia juja? Kanë arë, që aty atë mbak më nejna, i më ko përlesha, se kom po vlovin shtrit. E kom po për djallë s'kom ditë. Heq, veç më kanë thënë kushirë, nga se djallin e ki në spital, edhe kom hetë spital. Sulm po thunë që ka kry edhe nëna e personit që ka... Po, nëna personit. Unë e kom ma hollën dishmitar kretë. Aja ka të janë ma shumë në djallë. Se kanë po, kushirja kanë po. A ka bo sulm me mjetet tjera, apo qka ka përdorë? Nëna ti djallit dhe? Po. Ka pas thika, ja. A i bëve vetë e ka pas mesen. Se mas për i ka vlavit ata përdojnë. U kom po vlavin shtrit, këtë gjaku ku një ullën. E për gjërë se kom ditë. Që kaqë. Faleminderit shumë. Ne ishim edhe tek lagja, në fakt familja të dyshuarit është arratisur pra nga shtëpia atyre për çështje sigurie. Në anën tjetër, personi që është i arrestuar është në mbikëqyrje të policisë dhe gjendet në spitalin Iza Grezda, ku po merr trajtim mjekësor për shkak të plagëve që ka pësuar edhe ai lidhur me këtë rast. Në momentin që do të kryen të gjitha ekzaminimet e mundshme, do të jap edhe ai një dëshmi lidhur me rastin. Në anën tjetër, trupi i pajetit viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Djevzat, faleminderit shumë për këtë raportim, ngushëllime familjes që natyrisht të prekur të viktimës, thatë se familja e dyshuar është arratisur për çështje sigurie. Janë arratisur vetë apo në mbikëqyrjen janë larguar nga lokacioni në mbikëqyrjen e organeve? Pse kanë lëvizur? Friksohen nga hakmarrja apo çfarë? Sa kam informacione për shkak që janë të friksuar nga hakmarrja janë larguar, por nuk e di nëse pra janë në mbikëqyrje nga ana e policisë.
Po, këtë zotrion, po të rastin të pyesësh edhe se si mendojmë se do të zgjidhin këtë situatë, nëse ja kanë lanë dorë shtetit, apo personalisht do të mirë në këtë çështje. Patjetër. Aktualisht nëse me jep një hapësirë nderuar, si do të përfundoj çështja, keni dieni për familjen tjetër pra të personit që është arrestuar? Dieni s'kam, ama ata s'kanë qenë personet aty heq. Dieni s'kam për ta. Si keni pa prej rastit? Po, për rastit, më kanë kalzu malla, pëshia më kanë kalzu. Sonë për momentin se kom po djallin. Ata kanë ikë, do më thë momentin që kanë ndodhur? Po, kanë ikë ata veç vllovin e kom po shtrit, ato kanë marrë kushia, kanë qenë në spitalin në emergjencë. Djallin se kom po heq, veç gjak kom po për adirës. E qartë. Pra, në bazë të përgjigjes së babait viktimës, familja ka ikur momentin që ka ndodhur rasti dhe sigurisht kanë shku për trajtim në spital dhe normalisht s'kan pasur kohë që të merren me këtë pjesën e familjes së të arrestuarit. Pra, kjo ishte pak a shumë përgjigje atij. E qartë Djelza, Vullnet Krasniqi, gazetari ka një pyetje, nëse mund t'ja përcjellësh pyetjen e Vullnetit që në fakt është e fundit për prindin, supozoj, apo Vullnet apo për Djelzan? Po, për prindin, këtë tha që ka gjetë djalin e tij të vrarë, apo? Po, ka dëgjuar që ka ashtu tha. Po, ashtu tha. E pastaj e ka gjetë edhe vllain e tij, apo? Në fakt i ka po dytë ka shumë të vllau që ju ka duk më rënd se sa djalit, cilin nuk e ka ditë se çfarë gjendje e ka. Po një çështje që mboni përshtypje është se tha djalin tim e kanë sulmu një grua, burri i saj dhe fëmia i saj. Kjo çështje ka diçka për me diskutu për arsye se e inkriminon edhe një numër më të madh personave të cilët mund të kenë qenë shkaktarë të kësaj vrasje. Djelza me që të kemi lidhje direkte, a ka mundësi pikërisht këtë pyetje me abu? Kush pra është e gruaja, kush është e burri dhe kush është fëmiu tjetër që ja sulmuan djalin zotëriës? Ja bën këtë pyetje. Nga studio po më thonë të pyesin se kush ishte gruaja, burri dhe djali që sulmuan djalin tënd. Po thirrët leta. Që gruaja tina? Djalive thirrët, në lëmë që shë pat jemnin. Jo, ki djali tjetër. Jo, s'u ka jemnin dhe minut. Ati djali që ati jemnin, për momentin. Baba e vetë i liri, e Luani. Pra ka qenë nëna dhe babai i personit 18 vjeçar që është sulmuar pra me djalin tënd. Qashtot. A kanë pasur ndonjë rast me herë të hapur në polici? Ja, s'kan pas. Rast kanë pas. Ndonjë rast tjetër të pakët? Ja, s'kan pas. Nuk kanë pas. Asgjë s'keni qenë në konflikt? Ja, s'kum qenë në konflikt. O, i ka orë momenti, të derave të prej thmi, në s'poti. Se nejna kom përgatitin, të më thonë. Në veç në ato ku këna po vlovin shtrit, për gjërë se ku mundu une. Se të kisha pasë unë dishka në dorë, atë më kisha cjellë, vetë brosja, atë më në konë. Po, i na dalë, mi mbrojt ma shumë, apo kupton, ku kom po vlovin shtrit, atë, ma e puna. E qartë, faleminderit. Faleminderit, respekt. Kjo pra ishte përgjigja Janë e organit tij për të atuar më tutje, por kush në verzionin e babait, kush ka sulmuar i pari? Kush ka sulmuar i pari? Nuk e di aty. Nuk kem në ngjarje. Kush ka sulmu, ata kanë sulmu. Se ne në hun të vlovi tjetër, në hun të nëjtë. Ata e nardë ka sulmu gruja vetë. Por me të tërnet të dira, edhe ka shojt e ka kërcënu të dira. Çka ka kërcënu? I ka kërcënu, delë se të qajet bëje, edhe që ka së ma beti. Pa ndonjë arsye? Jo, ka pas arsye, puna e përleshës djallit. A i ma heret kanë bo fjellë. Thmija kjo ardhë për s'dytë, a në malë, të dira ka kërcënu nusën. Pastaj çka ka ndodhur? Atëherë u bo përleshja. Një kanë rrë vlovit madhë. E kom po vlovin, për gjërë s'kom ditë, s'm kom dy një heqë. Edhe që kaq E qartë, faleminderit në kushëllim edhe një herë. Kaq pra këto informatat që i ka në dispozicion babai i viktimës. Mirë, atëherë Djelza, faleminderit shumë për gjitha këto informata nga vrasja e djeshme në shtetin e Gjakovës, informata shtesë nga ky rast në fakt nga kolegja jon Djelza Berisha do të gjeni në edicione tjera të lajmeve këtu në Klan Kosova. Është koha që të dalmë të flasim për çështjen të cilën jemi mbledhur këtu, Jona. Por hir të respektit bëjmë një shkputje me një sigër, kthehemi edhe një herë për të